Ja, dy fjalë. Po. Se unë u jap të gjithëve këtu të drejtë. Më falni fshatarë. Aja është gjuna, është shkrim. Kam punuar 3 vjet e gjysmë speciali, tash i kam erdhur. I kam zili këta burra që punojnë këtu. Unë kam qef të vit të jetoj këtu, po nuk jetoj dot. Se s'ble dot bakti. Ata i kanë, e s'po i mbajnë dot. Të ndihmojnë fshatarët. Gjuna, ajo tokë brez pas brez i pleq tona i kanë ende. Tashi të vinë të marrin tjerë. Me kokë ta mbrojnë, siç u bë atje Vlora, ashtu të bëhet. Është gjuna, ndihmojeni, po le ndihma su jepni, po i lini ti mbajnë ato që kanë. Të bëhet marrën një masë shumë ashtu se nga hera këtu e kanë shkelur këtë vend e kanë ngrënë bet. Ma marr parë për vendin tonë. A do keni ndonjë përfitim ju çfarë u ka thënë bashkia? Do keni ndonjë përfitim nga panelet diellore? Lere më ato përfitime s'ti japin kurrë ata. Unë thash kam ndëtur 3 vjet e gjysmë në Sicili. Atje kanë ndihmë shteti për popullin, për punëtorët, për. Këtu le që si ndihmojnë, po këtu shkelin me kënd. Nuk i lejnë as ato që kanë të mbajnë. Është gjuna, djemë të rinj punojnë, sakrificë tër ditën, tër natën me ato. Me thorin, mëshime të morë. Jeta çobanit më. Çobani është, po i the çobani ke thënë gjitha. Qeveria na nuk ka faj, gjithmonë i ka këtu, shtetet lokale. A thua? Këto t'i bëjnë. Se investitori strategjik vjen që nga lart. Urdhat këta i dini, se nuk e di ajo se çfarë bëhet këtu. Nuk e një vendin. Dhe ne prandaj po e bëjmë të emision, t'ja çojmë drejt për drejt kryeministrit. Çfarë do i thoje kryeministri po ta kishe përballë? Po ti ishte këtu në vendin tim. E bastartizoi këtë vend. E bastartizoi këtë vend. Po ikun, s'kam asnjë lloj të ardhur. Do punoj si qeni janë për të ngrënë bukë. Nuk po ngrej dot ekonomi. Këta që janë këtu të ndihmojnë, të favorizohen. Të mos u bezdisin të marrin vendin tash. Se po ikin tërë moshere. A e di që këtu ishte fshati këshe zili të vinje të nuk këshe me atashi, kemë të riu. Tërë jashtë. Se këta që sakrifikojnë kështu. Po ata e din sa vojnë, nuk e shkollaj të rësh këtu pa toke. Shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Faleminderit. Po. Lutemi kryeministrit mos kërkojë të rinj nga Azerbajxhani e nga Bangladeshi, me gjithë presidentit, po të mbaj këta djemë të rinj këtu që punojnë për të vendin e tyre. Hajde vëmë nga e. Aq, Po të mos i përshin punë. Ka ndonjë të rinj që do të flasë?